Shqipëria mbështet rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut, jo vetëm sepse dy vendet janë partnere, por sepse Maqedonia me institucione të forta është siguri për të gjithë rajonin, tha Ministrja e Punëve të Jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali, e cila ndodhet në vizitën e saj të parë zyrtare në vend. Ndaj kryet herës, më lejoni të shpreh qartë qëllimin dhe dëshirën për të bashkërenduar një agjendë edhe më të afërt bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në vitin 2026. Kjo është një agjendë që nuk duhet njohë limite, nga integrimi europian tek infrastruktura, nga energjia dhe ekonomia te siguria, nga arsimi dhe kultura te kontaktet njerëzore që nxisin më tej fshinjsinë e mirë dhe kthejnë hapësirën shqiptaro-maqedonase në një bosh stabiliteti dhe hapësire mundësish në rajonin tonë. Në këtë frym, ne lexojmë marrëdhënien tonë me një logjikë të thjeshtë dhe drejtë. Gjeografia na ka bërë fshinj, historia na ka mësuar të jemi miq, ekonomia na ka bërë partner dhe koha ku jetojmë na kërkojnë të jemi aleat. Aleanca nuk është shkëmbim, është parim dhe përgjegjësi. Gonxhe Bojaxhiu, nëna jon Terez, Shën Tereza, ajo figurë monumentale që na lidh në mënyrë të pasgjithshme, ka lënë pas disa mësime të vyera. Jo gjithmonë mund të bëjmë gjëra të mëdha, por gjithmonë mund të bëjmë edhe gjëra të vogla me dashuri dhe dëshirë të madhe. Fatmirësisht Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë ditur të bëjnë edhe gjëra të mëdha me dëshirë të madhe. Fjalët e mira mund të jenë të shkurtra, por jehona e tyre është e gjatë. Nga ana tjetër, Mucunski tha se lidhjet kulturore midis dy vendeve janë të forta, si dhe në fushën e mbrojtjes së pakicës kombëtare maqedonase në Shqipëri. Me Elisa jemi takuar shpesh në shumë forume të ndryshme gjatë periudhës së fundit, të orientuar në prioritetet tona dhe më gëzojmë shumë që gjatë mandatit të saj si ministre për çështje evropiane dhe punë të jashtme vendos që një prej vizitave të saj të para të jetë pikërisht në Shkup. Faleminderit. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve në lidhje me rrugën europiane, Mucunski tha se gjetja e një zgjidhjeje për mosmarrveshjen me Bullgarinë është në interes të shtetit. Ai thotë se midis institucioneve europiane dhe shteteve anëtare ekziston një vetdije në rritje për specifikën e rastit të Maqedonisë, i cili nuk mund të krahasohet me asnjë tjetër në historinë e kohëve të fundit të integrimit.